Desha me të pyet për punën e gjelit, pasi në shumë varrime, kur vdesin 2 veta brenda vitit nga një fis, thojnë se duhet me prek kokën e gjelit dhe me avut të këmbët, që mos me marrë dhe 1/3 me vedi, që ka nga Shkodra, e zbulova me vedi, Shkodra. Pra këto e pas kanë kështu, kur vdesin 2 veta nga i shtëpi ose nga i fis, që mos vdesi i treti, që mos të morin tretin me vete, therin i gjel, A keni ju nga Shkodra këtë? Elhamdulillah. Pra, e kuptova se nga ka ardhur pyetja. Ai vllai vërtetoi. E pas kanë traditë që kur vdesin 2 veta nga i familja ose nga i fis, që mos të morin 1/3, tak kokën e gjelit ke komët, edhe shpëtoni treti, besytni, paganizëm. Do ta kenë nga Rozafa këtë muhabetin, ju kanë kel qysh nga Rozafa. Nuk e di, a nxjerr më qumësht Rozafa apo ju ka tha qumështi shkretës. Se Rozafa kur dëgjoj kështu muhabetesh, do t'i filloj qumështi prap. Që na ka gjetë me këta njerëz, por për Zotin. Edhe Rozafën e lanë pa mend këta për Zotin.